Zonja dhe zotërinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Shtetet e Bashkuara dhe Irani shkëmbyen sulme rreth ngushticës së Hormuzit, ndërsa tensionet mbeten të larta mes dy vendeve. Washingtoni deklaroi se goditi objektiva ushtarake iraniane pas sulmeve ndaj anijeve amerikane, ndërsa Teherani foli për kundërpërgjigje reciproke. Tensionet me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish në ngushticën e Hormuzit pas një shkëmbimi sulmes mes dy vendeve në një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë. Mediat gjysmëzyrtare iraniane raportuan për shpërthime në territorin iranian, ndërsa një zëdhënës i forcave të armatosura të Iranit deklaroi se sulmet ajrore amerikane goditën zona civile përgjatë brigjeve të ishullit Keshëm, Bandar Kamir dhe Sirik. Sipas Teheranit, Irani reagoi me veprim reciprok, duke sulmuar anije ushtarake amerikane në lindjet e ngushticës së Hormuzit dhe në jug të portit Chabahar. Nga ana tjetër, Komanda Qendrore Amerikane deklaroi se forcat amerikane goditën objekte ushtarake iraniane, që sipas saj ishin përgjegjëse për sulme të paprovokuara me raketa, dron dhe mjete të vogla detare kundër anijeve amerikane që kalonin në ngushticë. Ushtria amerikane theksoi se asnjë aset amerikan nuk është goditur dhe se SBA nuk kërkon përshkallëzim, por mbetet e gatshme të mbrojë forcat e saj në rajon. Ndërkohë, mediat shtetërore iraniane raportuan se situata është rikthyer në normalitet dhe se deri tani nuk ka raportime për viktima civile. Zhvillimet vinë në një moment kritik, ndërsa Washingtoni pret përgjigjen e Iranit ndaj propozimit më të fundit amerikan për t'i dhënë fund luftës në rajon. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se zhvilloi një bisedë me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ku të dy ranë dakord se Irani nuk duhet të zotërojë kurrë armë bërthamore. Ndërkohë, ambasadori amerikan në OKB, Mike Waltz, paralajmëroi se përpjekjet e Iranit për të imponuar rregullat e reja për kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit do të kenë pasojë jo vetëm për lindjen e mesme, por për gjithë botën. Kryeministri britanik Keir Starmer pranoi humbjet e Partisë Laboriste në zgjedhjet lokale, duke folur për gabimet të panevojshme të qeverisë. Megjithatë, ai përjashtoi dorëheqjen dhe tha se do ta çojë deri në fund mandatin 5 vjeçar. Kryeministri britanik Keir Starmer ka reaguar pas rezultateve të para të zgjedhjeve lokale në Britani, ku Partia Laboriste po përballet me humbje të konsiderueshme në disa zona të vendit. Në deklaratën e tij, Starmer pranoi se qeveria ka bërë edhe gabime të panevojshme, pavarësisht vendimeve që ai i cilësoi të domosdoshme për stabilizimin e ekonomisë dhe investimet në shërbimet publike. Ne morëm disa vendime që ishin të drejta, si stabilizimi i ekonomisë dhe investimet në shërbimet publike, por gjithashtu bëm edhe gabime të panevojshme, tha Starmer. Ai shtoi se tani detyra e tij është të përcaktojë hapet e ardhshëm për të sjellë ndryshimin që qytetarët britanik kërkojnë. I pyetur nëse do të jap dorëheqjen pas rezultateve negative, kryeministri britanik u përgjigj prerazi: "Jo, nuk do të largohem. Ne u zgjodhëm për të përballur me këto sfida dhe kjo është ajo që do të bëjmë." Starmer shprehu gjithashtu keqardhje për humbjen e kandidatëve dhe këshilltarëve lokal të Partisë Laboriste, duke vlerësuar kontributin e tyre në komunitete dhe në jetën publike. "Kam një mandat 5 vjeçar për të cilin jam zgjedhur dhe kam ndërmend ta çoj deri në fund", deklaroi ai, duke lënë të kuptohet se synon të kandidojë sërish për postën e kryeministrit në të ardhmen. Qyteti bavarez, Vilcek, rrezikon të përballet me pasoja të rënda ekonomike dhe sociale nga tërheqja e mundshme e trupave amerikane nga Gjermania. Banorët dhe bizneset lokale thonë se largimi i ushtarëve amerikan do të ndikonte drejt për drejt në jetën dhe ekonominë e zonës. Qyteti piktoresk bavaresk i Vileskut mund të jetë një nga zonat më të prekura nga plani i presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr të paktën 5.000 trupa amerikane nga Gjermania. Vilcek ka pritur forcat amerikane që nga përfundimi i luftës së dytë botërore dhe sot baza ushtarake Rose Barracks është një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale. Edhe pse vendimi nuk është konfirmuar zyrtarisht, ekziston pritshmëria që regjimenti i dytë i kavalerisë Stryker të largohet nga zona. Mes ushtarëve amerikanë që jetojnë në qytet është edhe rreshteri i kuzhinës Robert Moore, i cili tha se është lidhur ngushtë me jetën në Gjermani dhe kulturën lokale. Njerëzit janë shumë miqësor dhe të respektueshëm. Më pëlqejnë aktivitetet kulturore dhe festivalet këtu. Do të zhgënjehesha shumë nëse do të duhej të largoheshim, u shpreh ai.
Kryetari i Bashkisë së Vilsekut, Thorsten Gradler, paralajmëroi se pasojat e një tërheqjeje të tillë do të ishin dramatike për qytetin, i cili mbështetet ekonomikisht e prania ushtarake amerikane. Bizneset lokale friksohen për humbje të mëdha. Veronica Varga, pronare e një dyqani për kujdesin e qenve, tha se largimi i mira amerikanëve do të reduktonte ndjeshëm klientët e saj dhe mund ta detyronte të rishikonte vendet e punës për punonjësit. Edhe kompanitë të tjera, si shitësit e automjeteve për ushtarët amerikan, thonë se e kanë ndërtuar aktivitetin e tyre pothuajse të rësisht mbi klientët nga baza ushtarake. Në kulmin e luftës së ftohtë, Gjermania kishte rreth 250.000 trupa amerikan. Aktualisht, në vend ndodhen rreth 35.000 ushtarë amerikan, kontingjenti më i madh i SBA-s në Evropë. Ndërsa Washingtoni po shton presionin ndaj vendeve evropiane për të rritur shpenzimet ushtarake, shumë banor të Vilsekut thonë se largimi i amerikanëve nuk do të sillte vetëm humbje ekonomike, por edhe një boshllëk emocional për komunitetin. Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaroi se shpërthimi i hantavirusit në një anije kroçere nuk përbën fillimin e një pandemie si COVID-19. OBSH theksoi se rreziku për publikun mbetet i ulët dhe se situata është nën kontroll. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka siguruar publikun se shpërthimi vdekjeprurës i hantavirusit në një anije kroçere nuk përbën një situatë ngjashme me pandeminë COVID-19. Maria Van Kerkhove, drejtoresh për menaxhimin e epidemive dhe pandemive në OBSH, deklaroi se hantavirusi është një virus i njohur prej vitesh dhe shumë i ndryshëm nga koronavirusi. Kjo nuk është koronavirus. Ky është një virus krejt tjetër. Hantaviruset ekzistojnë prej kohësh, tha ajo gjatë një konferencë për shtyp në Gjenev. Ajo theksoi se situata në anijen kroçere MV Hondius nuk duhet të krahasohet me fillimin e pandemisë COVID-19. Dua të jem shumë e qartë. Kjo nuk është SARS-CoV-2 dhe nuk është fillimi i një pandemie COVID. Bëhet fjalë për një shpërthim në një hapësirë të kufizuar, në një anije, deklaroi Van Kerkhove. Sipas OBSH-s, rreziku për publikun e gjerë mbetet i ulët, pasi hantavirusi zakonisht transmetohet nga brecësit dhe rrallë kalon nga njeriu te njeriu. Anija MV Hondius me rreth 150 persona në bord po lundron drejt ishujve Kanarie, ku pritet të mbërrinë në Tenerife gjatë fundjavës. Spanja pranoi kërkesën e OBSH-s për të lejuar ankorimin e anijes, pavarësisht kundërshtimeve nga autoritetet lokale. OBSH bëri të ditur se po përgatit udhëzime të detajuara për zbarkimin dhe kthimin në shtëpi të pasagjerëve, ndërsa theksoi se asnjë nga personat që ndodhen aktualisht në anije nuk ka simptoma të sëmundjes. Një komandant i mbrojtjes civile libaneze është vrarë pas një sulmi ajror izraelit në jug të Libanit. Sulmi u krye me dron pranë zonës kufitare të Kfar Shubas, ndërsa tensionet mes Izraelit dhe Hezbollahut vazhdojnë. Një komandant i mbrojtjes civile libaneze ka humbur jetën si pasojë e një sulmi ajror izraelit në jug të Libanit, sipas autoriteteve lokale të emergjencës. Sipas raportimeve, sulmi është kryer nga një dron izraelit që goditi një kamion në rrugën e Kfar Shubas pranë kufirit jugor të vendit. Lajmi u bë fillimisht publik nga mbrojtja civile libaneze dhe më pas u raportua nga disa media ndërkombëtare, përfshirë Al Jazeera dhe Iran International. Deri tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga ushtria izraelite lidhur me incidentin. Sulmet në jug të Libanit kanë vijuar edhe pas përpjekjeve për armpushim, ndërsa tensionet mes Izraelit dhe Hezbollahut mbeten të larta dhe situata në rajon vazhdon të jetë e paqëndrueshme. Një zjarr i madh shpërtheu në një panair në juglindje të Meksikës, duke shkaktuar vdekjen e disa personave. Flakët përfshirë zonën gjatë një koncerti me mijëra pjesëmarrës, ndërsa njerëzit u larguan në panik. Disa persona kanë humbur jetën pas një zjarri të madh që shpërtheu në një panair në qytetin Villa Hermosa në shtetin Tabasco të Meksikës. Sipas autoriteteve lokale, zjarri nisi në orët e parë të mëngjesit të së njëjtës dhe më pas u vu nën kontroll nga ekipet e mbrojtjes civile. Shkaku i flakëve mbetet ende i paqartë. Mediat lokale raportuan se zjarri u përhap gjatë një koncerti ku merrnin pjesë mijëra njerëz, duke shkaktuar skena paniku mes të pranishmëve. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale dhe nga mediat tregojnë 10 persona duke u larguar me vrap nga vendi i ngjarjes, ndërsa një ere e madhe tymi të zi mbulonte qiellin mbi zonën e panairit. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një bilans të saktë për numrin e viktimave dhe të plagosurve, ndërsa hetimet për shkaqjet e zjarrit vazhdojnë.
Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se pret të zhvillojë një takim me presidenti kinez Xi Jinping, duke vlerësuar marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve. Ai tha se SBA-ja ka pasur rezultate shumë të mira me raportet me Kinën gjatë presidencës së tij. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se pret të takohet së shpejti me presidenti kinez Xi Jinping, ndërsa vlerësoi marrëdhëniet ekonomike mes Shtetit të Bashkuara dhe Kinës. Trump i bëri komentet gjatë një vizite të papritur në Washington për të inspektuar punimet në pellgun reflektues pranë memorialit Lincoln, ku përshëndeti punëtorët dhe foli shkurtimisht me gazetarët. Ai tha se ka një marrëdhënie shumë të mirë me presidentin Xi dhe se bashkëpunimi ekonomik me Kinën ka qenë pozitiv gjatë mandatit të tij. Kemi pasur një periudhë të shkëlqyer ekonomike. Kina ka qenë shumë e mirë për ne ekonomikisht. Kemi bërë shumë mirë me Kinën, deklaroi Trump. Presidenti Amerikan shtoi se takimi me Xi Jinping pritet të jetë mjaft i jashtëzakonshëm, duke e cilësuar liderin kinez si një mik me të cilin ka pasur marrëdhënie të mira ndër vite. Trump tha gjithashtu se SBA-ja nuk ka pasur probleme me Kinën në lidhje me Iranin, pavarësisht shqetësimeve të ngritura më herët nga kritikët e administratës së tij. Vizita e Trump në kryeqytetin amerikan u pa gjithashtu si pjesë e përpjekjeve të tij për të lënë një gjurmë të dukshme në Washington, duke rikthyer vëmendjen te projektet infrastrukturore dhe simbolike në qytet. Policia spanjolle ka sekuestruar 30 ton kokainë në një anije pranë ishujve Kanarje, në operacionin më të madh antidrogë të regjistruar ndonjëherë në Europë. Të 23 anëtarët e ekuipazhit janë arrestuar dhe mbahen në paraburgim pa të drejtë lirimi me kusht. Autoritetet spanjolle kanë realizuar sekuestrimin më të madh të kokainës në historinë e Europës, duke konfiskuar 30 ton drogë në një anije pranë ishujve Kanarje. Anija Arconian me flamur të ishujve Komore u ndalua nga garda civile më 1 maj, ndërsa ngarkesa e drogës vlerësohet të ketë një vlerë mbi 812 milion euro. Operacioni e kalon rekordin e mëparshëm evropian për 25 tonësh kokainë, të sekuestruara në portin e Hamburgut në Gjermani në vitin 2024, si edhe më shumë se dyfishon rekordin kombëtar të Spanjës për 13 tonësh. Sipas hetuesve, kokaina ishte planifikuar të transferohej në det tek skafe të shpejta për të futur më pas kontraband në territorin spanjoll. Gjatë kontrollit në bord, policia gjeti armë dhe municione, ndërsa 6 anëtarë të ekuipazhit u zbuluan të fshehur në anije. Sipas autoriteteve, 17 prej të arrestuarve janë shtetas Filipinas, ndërsa 6 të tjerë vijnë nga Holanda dhe Surinami. Gjykata spanjolle urdhëroi mbajtjen në paraburgim të gjithë ekuipazhit pa të drejtë lirimi me kusht, duke argumentuar rrezikun e arratisjes dhe vazhdimin e aktivitetit kriminal. Operacioni u zhvillua në bashkëpunim me autoritetet amerikane dhe holandeze, ndërsa detajet e tjera pritet të publikohen nga policia spanjolle. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kritikuar armëpurshimin e shpallur nga Rusia për festimet e 9 majit, duke e cilësuar logjikën e Kremlinit të çuditshme dhe të papërshtatshme. Ai paralajmëroi gjithashtu vendet aleate të Moskës që të shmangin pjesëmarrje në ceremonitë në Rusi. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka reaguar ashpër ndaj armëpushimit të shpallur nga Rusia për festimet e ditës së fitores më 9 maj, duke akuzuar Moskën se kërkon vetëm një pauzë të përkohshme për paradat ushtarake. Në mesazhin e tij të mbrëmjes, Zelensky deklaroi se logjika e udhëheqjes ruse është e çuditshme dhe qartësisht e papërshtatshme. Sipas tij, Rusia kërkon që Ukraina të lejojë zhvillimin e paradës ushtarake në Moskë në mënyrë të sigurt, për të rikthyer më pas sërish në luftë me sulme kundër ukrainasve. Rusët duan lejen e Ukrainës që të zhvillojnë paradën e tyre, të dalin të sigurt në rrugë për 1 orë në vit dhe pastaj të rikthehen duke vrarë njerëzit tanë dhe duke vazhduar luftën, u shpreh Zelensky. Ai shtoi se Moska po flet tashmë për sulme pas datës 9 maj, duke vënë në dyshim seriozitetin e armëpushimit të propozuar. Presidenti i Ukrainës bëri të ditur gjithashtu se disa vende pranë Rusisë kanë informuar Kievin për planet e tyre për të dërguar përfaqësues në Moskë për ceremonitë e 9 majit. Zelensky e cilësoi këtë si një dëshirë të çuditshme dhe tha se Ukraina nuk e rekomandon pjesëmarrjen në këto aktivitete. Komentet e tij duket se janë bërë para njoftimit të fundit të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, e cila deklaroi zgjerimin e armëpushimit nga mesnata e 8 majit deri më 10 maj, me rastin e përfjetorit të fitores sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore.
Punëtor dhe sindikata në Venezuelë protestuan në Caracas duke kërkuar zgjedhje të lira dhe rikthimin e institucioneve demokratike. Një delegacion dorëzoi një peticion pranë ambasadës amerikane me kërkesat e protestuesve. Dhjetra punëtorë dhe përfaqësues sindikatash dolën në protestë në Caracas të Venezuelës, duke kërkuar zhvillimin e zgjedhjeve të lira dhe zgjidhjen e krizës politike përmes votës. Protestuesit u mblodhen në një shesh të kryeqytetit me pankarta dhe thirrje kundër qeverisë, ndërsa më pas një delegacion marshoi drejt ambasadës së Shteteve të Bashkuara për të dorëzuar një peticion me kërkesat e tyre. Demonstruesit deklaruan se shoqëria venezueliane kërkon institucione të pavarura dhe zgjedhje të lira, duke akuzuar autoritetet aktuale për kontroll të sistemit gjyqësor dhe autoritetit zgjedhor. Shoqëria venezueliane është zgjuar dhe po kërkon zgjedhje të lira tani, deklaroi një nga protestuesit gjatë ubimit në Caracas. Një tjetër protestues falenderoi SBA-n për, sipas tij, fundin e represionit në Venezuelë, por kërkoi që vendi të shkojë drejt zgjedhjeve paqësorë dhe demokratike. Zhvillimet vinë në një moment të tensionuar politik në Venezuelë, ndërsa Washingtoni ka lehtësuar disa sanksione ndaj Caracasit pas hapjes së presidentit Nicolas Maduro nga forcat amerikane në muajin janar. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.